I pastrehu I ndershëm. Historia në fjalë ka ndodhur në vitin 2013, në një fshat perëndimor. Ai është një I pastre dhe lypës, I cili siguron ushqime dhe veshjet, ose duke lypur, ose duke kërkuar në koshat ku njerëzit hedhin mbeturinat. Një herë, teksa po kërkonte diçka për të ngrënë në një kazan plerash, gjeti një çantë, e hapi dhe u befasua. Brenda saj gjendeshin $40,000. Amaneti dhe ndeshmëria janë vlera e morale, të cilat nuk kanë lidhje me pasurinë dhe statusin social. Ai që në xhep nuk kishte as $10, e mori çantën me $40,000, pa hequr që andej qoftë edhe $1 të vetëm, dhe u nis drejt policisë. Vajti në stacionin e policisë dhe u dorëzoi çantën me dollar. Si vlerësim për ndershmërinë dhe amanetin e këtij personi të pastre, banorët e komunës hapën një fushat për mbledhjen e donacioneve për t'u gjendur pranë atij njeriu të mirë. Njëkohësisht I shpërndan fotot e tij në të 4 anët e komunës, mbi të cilën shkruaj: "Faleminderit." Këtë nuk e bën për të ndihmuar një person të pastre, por të ndershëm, po për treguar se ndershmëria ka vlerë tek ata. Donacionet që u grumbulluan ishin $85,000, pra më shumë se 2 fishi I shumës së gjetur. Ata e shpërblyen edhe moralisht duke e shpërndar foton e tij në të 4 anët, por edhe materialisht duke mbledhur donacione për të. Një shumë kaq e madhe e mbledhur është tregues se të gjithë njerëzit kanë kontribuar. Vlerësimi I amanetit është më I rëndësishëm se vetë amaneti, pasi I nxit njerëzit për të qenë të besueshëm edhe me amanet. Kështu ky moral dhe virtyt kultivohet dhe rrënjoset edhe tek brezat e reja.